Sandri Mujo është një prej banorëve në tokën e të cilit po ndërtohet projekti fotovoltaik. Çdo fund shtatori, Sandri përgatit tokën për grurin e dimrit. Është një ritual i pandryshuar prej vitesh. Telefonata me traktoristin, brazdat e para, pritja e shiut. Edhe atë mëngjes, gjithçka dukej normale. Traktori kishte hyrë në parcel, një tokë që familja e Mujo se kishte punuar për më shumë se 30 vjet, por pak minuta më vonë, pranë fushës, ndaloi një furgon policie. Policët e njoftuan Sandrin se ndaj tij ishte bërë një kallëzim penal nga kompania Bervi Construction, e cila e akuzonte se po dëmtonte pronën e saj. Brenda pak minutash, Sandri u shoqërua në komisariatin e Fierit pas një bazë ligjore, por vetëm pse autoritetet kishin vendosur jo vetëm që në tokën e tij të ndërtoheshin projekte strategjike, por dhe kishin firmosur që prona të transferohej në emër të kompanive zhvilluese. Nga fundi shtatorit neve tokat i punojmë dhe i bëjmë gati për t'i mbjellë grur për sezonin e dimrit. Marrë zetoristin dhe njoftojnë telefon që shko ma puno tokën, sepse po vjen koha e grurit. Sa po rje me zetoristin, më vjen fugoni i policisë. Ndalon aty, vjen ai shefi i fugonit, më thërret dhe më thot, ka mundësi minut? Po, i thëmë. Kush jeni juve? Jam Sandër Muja. Çfarë po bëni këtu? Po punoj tokën. Kush e ka fut zetorin? Më thot, e kam futur unë, tokën time. Keni letra? Ja, paraqisë. Thot, ka ardhur një kompani Bevi Konstruksion të ka bërë një kallëzim që po i dhunon pronën dhe do vish pak në Fiert në komisariat. Shkoj në polici, ku ai një kompani Bevi Konstruksion më kishte bërë kallëzim sikur unë i dhunoj pronën atij që unë kam 30 vjet që e disponoj, e punoj, jam taksa pagues prej 2003-shit deri në 2025. Dhe sot që unë kam paguar taksat, s'kam paguar taksat, t'jedhin gurat, kam paguar taksat ta mbjell grur.